Janë bërë 4 muaj që kur shkritoria metalurgjike Ferronikel në Drenas ka ndalur prodhimin dhe ka dërguar punëtorët në pushim. Mirëpo sot është afati i fundit kur mbi 900 punëtorëve u skadojnë kontratat, ndërsa menaxhmenti, sindikata dhe qeveria ende nuk kanë dhënë ndonjë përgjigje mbi këtë gjendje në Ferronikel. Ndërsa ju zyrtarisht televizioni mëson se me një gusht do të mbahet një mbledhje ku do të vendoset për punëtorët dhe fatin e këtij giganti metalurgjik. Pavarësisht interesimit të televizionit për të kuptuar se çfarë do të bëhet me fatin e punëtorëve pas kësaj date, menaxhmenti dhe sindikata nuk janë përgjigjur telefonatave të televizionit. Fabrika Ferronikel ka disa muaj që është në gjendje të tillë, ndërsa menaxhmenti dhe aksionarët mbajnë mbledhje të mbyllura duke mos dashur të prononcohen për media. Nga qeveria theksojnë se kanë përmbushur kërkesat e kësaj kompanie. Tahir Bardhi, punëtor në këtë fabrikë, është shprehur i shqetësuar nga mungesa një transparencë nga ana e qeverisë dhe kompanisë për atë nëse ata do të vazhdojnë të punojnë. Ne kemi pasur disa lehtësime se do të fillojmë muajin e kaluar me turin. Po gjatë kohës na leftuan se do të shkojmë te drejtoria ta bëjmë nënshkrimin e kontratës për një muaj. Tash po presim se do të dota e 30, po presim për një gusht se do të fillojmë, po ala nuk kemi në informacion që ose do t'ja fillojmë apo s'do t'ja fillojmë. Apo do t'ketë shkyrje prap, jemi pak shqetësuar ju vetëm ne punëtorët që kemi, po janë edhe familjet tona, afërmit tonë. Është një gjë që nuk ka fort transparence. Ndërsa Akil Shatri, ministri i Ekonomisë dhe Financave, thotë se mbyllja e Ferroniklit do të shkaktojë pasoja të mëdha për ekonomitë kosovare për shkak të resurseve dhe numrit të madh të punëtorëve. Menaxhmenti i Ferroniklit ka kërkuar uljen e çmimit të energjisë elektrike. Prej që Ferronikli ka fillu të bërë biznes në Kosovë, pas privatizimit ka ndikuar esencialisht në përmirësimin e bilancit të eksportit. Eksporti prej kohës kur ka fillu Ferronikli, eksporti i Kosovës është dyfishu. Edhe është dyfishu me artikuj përmbajtësor, jo vetëm me mbeturina hekore, me gjona që janë paqmume shumë treg. Për këtë kërkesë, zërrejën e letrën e saj për Ferroniklin ka sqaruar një alternativë tjetër, të cilën Ferronikli është i lirë ta shfrytëzojë duke përdorur statusin e tij si konsumator i privilegjuar për të marrë energji nga ndonjë furnizues tjetër jashtë Kosovës. Ndërsa Ministria e Financave ka thënë se ju ka ofruar ndihmë shtesë ndaj kërkesave ekzistuese të tyre, me specifikisht lirimin nga detyrimet doganore të materialeve që ndihmojnë në prodhim. Kurse për kërkesën e lejimit të përdorimit të krudhës së vjetër në Lipjan dhe zgjerimin e minierës së Glavicës që Ferronikeli ka kërkuar nga Agjencia Kosovare e Privatizimit, kjo e fundit nuk është përgjigjur pyetjeve dhe telefonatave të televizionit.